projekt për parking në toksor me 2 nivele afër godinës së komunës së Gostivarit. Kemi gjithashtu sheshin e Gostivarit, transformimin e sheshit të Gostivarit me 9 kalime dhe prap me parking në toksor. E kemi një projekt për një intervenim në parkun e qytetit, një projekt i bën nga një student shqiptar në Sloveni, masa për të rinjt, domethënë 1.000 euro, 60.000 denar për çdo startup të ri, të cilën do ta nisë ndonjëri deri 30 vjeç. Gjithashtu kemi subvencionim për gratë, fuqizimin e grave sipërmarrëse të cilët do të hapin biznese të reja. Çdo vit kemi një program interesant për gjyshrit të cilët kujdesen për niprit dhe mbesat e veta, domethënë një ndihmë prej 30.000 denarësh në vit, në qoftë se të 2 fëmijët, në fakt edhe burri edhe gruaja janë në punë. Kemi gjithashtu parapas subvencionim të veturave elektrike për taksi kompanit, për 100.000 denar në vetur,